sepse si qeverinë e detyrë nuk i kishim të gjitha instrumentet në dispozicion, sidomos ato legislative, pra reformat legislative, si dhe mungesën e miratimit të marrëveshjeve ndërkombëtare, po përkundër gjitha këtyre faktorëve kufizues, mund të konsiderojmë që ekonomia ka performuar mirë, tyrat buxhetore gjithashtu kanë qenë në ekzekutim ashtu siç ka qenë planifikuar, gjë që neve na ka mundsuar pastaj si qeveri, edhe pse ishim me kompetenca të kufizuara, të vazhdojmë mbështetjen edhe të sektorit privat, të ekonomisë, si dhe të ambisërive. Kjo ka rezultuar në rritje të vazhdueshme ekonomike, kjo ka rezultuar në rritje të vazhdueshme të punësimit, por edhe po besoj që trendi i njëjtë tashmë do të përshpejtohet duke pasur parasysh që nga rezultati i zgjedhjeve të 28 dhjetorit kishim një formim të shpejtë pra të institucioneve edhe të kuvendit dhe të qeverisë këtë javë dhe po besoj që shumë shpejt tani do të vazhdojmë tutje edhe me procedimin apo votimin, ratifikimin e marrëveshjeve ndërkombëtare në Kuvendin e Republikës Kosovës, si dhe të buxhetit vjetor për vitin 2026, gjë që i eviton pra rreziqet e parapara që ishin qoftë pra rreziku për të mbetur pa buxhet, apo edhe rreziku tjetër financiar që në rast të mos ratifikimit me kohë të këtyre marrëveshjeve ndërkombëtare, kjo do të rezultonte në humbje të atyre fondeve. E po besoj që me ratifikimin e marrëveshjeve sot pritet, Kosova, shteti ynë, pra do të ketë mundësi shtesë që të jap një përshpejtim edhe më tutje pra rritjes ekonomike. Gjatë këtij misioni diskutimet u fokusuan në zhvillimet e fundit në ekonomi dhe në sektorin financiar, perspektivën ekonomike dhe politikat e sektorit financiar, dhe gjithashtu u njoh për kushtimi dhe progresi i shënuar në stabilitetin financiar, në qëndrueshmërinë ekonomike dhe reformat strukturore, si edhe ato brenda Bankës Qendrore të Republikës Kosovës. Banka Qendrore e Republikës Kosovës ka avancuar në mënyrë të vazhdueshme reformat me qëllim të forcimit të kornizës së saj qeverisëse, rritjen e stabilitetit financiar dhe përafrimin e mëtejshëm të kornizës rregullative dhe mbikëqyrëse me standarde ndërkombëtare, veçanërisht me ato të Bashkimit Evropian. Vlerësimi i FMN-s pasqyron përpjekjet tona të qëndrueshme dhe proaktive dhe jemi të inkurajuar nga progresi i arritur deri më tani. Pa pasur nevojën të ripërsëritem në qëndrimet që i përmendi ministri deri tani, ekonomia e Kosovës vazhdon të paraqesë një qëndrueshmëri dhe ecuri pozitive. Pas një ngërçie të zgjatur, ky është një hap i mirë, e mirëpritur. Na erdhi shumë mirë që kjo ndodhi pikërisht gjatë kohës së vizitës sonë. Ne sapo kemi përmbyllur konsultimet tona në kuadër të nenit 4, që është pjesë e punës rishikimit vjetor të rregullt të gjitha shteteve anëtare të FMN-s. Ne kemi ndarë gjetjet tona preliminare dhe rekomandimet e politikave për palët tona partnere, për në të bëjë një përmbledhje të mesazheve kyçe këtu. Së pari përsa përket makroekonomisë, ekonomia e Kosovës ka treguar një reziliencë, por pasiguria politike ka pasur koston e vet, edhe ka ngadalësuar rritjen nga 3.5% në fund të trimërit të tretë vitit të kaluar në nga 4% një vit më herët. Në të njëjtën kohë inflacioni është rritur pak deri në fund të vitit 2025, inflacioni ka rritur 5.3% dhe kryesisht është nxitur nga çmimet e larta të ushqimit. Deficiti aktual i llogarisë rrjedhëse është thelluar në 9.6% dhe nxitësi kryesore e kësaj ka qenë importi i madh i mallrave, përfshirë importi i madh i energjisë. Për vitin 2026, me këtë lehtësim të situatës politike, presim një perspektivë më të mirë. Parashikojmë se rritja do të rritet në 3.8% nga 3.4 e vlerësuar për 2025. Presim që inflacioni dhe të shkojë diku 2% në fund të vitit. Por duhet pasur parasysh që ende vazhdojnë disa rreziqe globale dhe vendore dhe politika duhet të rikalibrohen në përputhje me këto rreziqe. Përsa përket politikave fiskale, Kosova ka ndërtuar një historik të mirë të disiplinës së mirë fiskale viteve të fundit me një deficit të ulët të ngadalshëm dhe borxh të ulët publik. Në vitin 2025 deficiti është thelluar dhe kjo pjesërisht ka ndihmuar që të zbus ndikimin negativ nga konsumi më i ulët dhe nga investimet më të ulëta në kohë të ngërçet politik
të pasigurisë politike. Bazuar në politikat aktuale, vlerësojmë një deficit në 2026 që do të rritet në diku 2% të GDP-s, që nënkupton që do të jetë një impuls pozitiv fiskal në një kohë ku bilancat e jashtme po zgjerohen dhe ku rezervat fizike duhet të zhvillohen. Inkurajojmë përpjekjet për të zgjeruar kapacitetet të prodhimit të energjisë, përfshirë ato nga burimet e ripërtritshme, të përmirësohet eficienca e energjisë dhe të që çmimet të parafrohen me kushtet e tregut.